Gjykata kushtetuese vijon të mbaj pezull vendimin sa i takon çështjes Balluku. Qeveria i është drejtuar me një ankimim gjykatës, ku kërkon rrëzimin e masave të sigurisë nga ana e gjykatës së posaçme, duke pretenduar se ajo ka shkelur kushtetutën dhe ka marrë kompetencat e kryeministrit, presidentit dhe kuvendit. Por kushtetuesja duket se po e zvarrit procesin, duke shtyrë sërish vendimarrjen, nëse do të pranohet ankimimi i kryeministrit apo jo. Pak më parë është bërë me dije se mbledhja e gjyqtarëve është shtyrë për më datë 12 dhjetor. Kjo është shtyrja e tretë që bëhet. Ankimimi i kryeministrit u bë më 21 nëntor. Dosja kaloi te kolegji i gjyqtarëve, i cili fillimisht u mblodhte në javës që lan pas, por mbledhja u shtyp për më datë 2 dhjetor. Dje kolegji nuk pati unanimitet dhe dosja kaloi te mbledhja e gjyqtarëve, e cila do të vendosë mbi fatin e dosjes nëse do të kalojë për shqyrtim apo jo në seancë plenare. Mbledhja pritej të mbahej nesër, por kushtetuesja njofton se është shtyr për më datë 12 dhjetor. Gjykata kushtetuese shprehet se kjo ka ndodhur për shkak të kompleksitetit të çështjes, volumit materialeve shoqëruese dhe agjendës së gjykatës, si edhe mbështetur në kërkesën e disa prej anëtarëve të saj. Në kërkesën e drejtuar në kushtetuese, Këshilli i Ministrave thotë se vendimi i gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyra të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë ndërhyn drejt për drejt në kompetencat e tre organeve të shtetit, kryeministrit, presidentit dhe kuvendit. Sipas qeverisë, Belinda Balluku nuk mund të pezullojë nga detyra pasi në cilësinë e anëtares së qeverisë gëzon të drejtat si deputete. Qeveria në argumentet e saj referohet në nit 103 të Kushtetutës, ku shprehmisht thuhet: ministri mund të caktohet kushdo që ka cilësitë për deputet. Ministri nuk mund të ushtrojë asnjë veprimtari tjetër shtetërore dhe as të jetë drejtues ose antar i organeve të shoqërive fitimprurse. Antarët e Këshillit Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit. Kjo shtyrje është edhe një goditje ndaj kryeministrit, i cili pak më herët reagoi në rrjetet sociale duke deklaruar se çdo ditë që kalon po dëmtohet puna e qeverisë.